muzikën e dua, më mirë në normal edhe me ndërtim, sa në Emrin artistik që shtirrin? Eginio më thirr. Eginio. Po. Ço do të thonë Eginio vllashko? Eginio do më thoni nuf se kur jam kun më i ri, aty që jam kon të dek pivanës skuqe. E jam kon sikur të urin gjallë. Edhe ja kom lënë biçat ysh nuf kën vetet Eginio. Atë ka lëndu në hena e famën. Në famën nuk kanë lëndu shumë. Kum kalu 2 vjet e gjysmë tonë. Pse u ndodh vllashko? Po ndodhem shkaku i xhelozisë. Sa famë vllak ke mujt me pas ton jetën tonë kështu? Tonë jetën tami kom pas një 100 valla. 100 famë. 100 famë kom pas. Kalunë domethënë pi shkollës së mesme kanë fjalën e tani. Se famën që kanë lëndu me këshyë që intervistë jam lënduar, ajo unë asha ti të kon, po apet metët mund zam. Mirë, shnosh, rat, mirë vallaj. Vallaj, mirë na me ndërtime me çsi sane. Unë kesh një kontor vllak që mirë me ka. Ja, po a di që shoh edhe muzikën e dua, më mirë në normal edhe me ndërtime, sane fizike apo den. Pun fizike. Po, pun fizike. A do vllashko makinina. A ki naj reptur hazër që kishe mujt me naj tregu në çdo moment naj kong diçka për dashni? Diçka për mikrofonin. Diçka për dashni? Ti e diçka bën, o për dashni, o rap, o diçka çka dush. A bën rap me këtu pa. Hajde vllashko. Skena për juve. Kilën ashash kom sore me kallash rolli gjojnë tash kur u dashën nuk e la gjithën bubërtas ku sho baba unë e pash karrin full bas dhe për mas do 47 që po nuk jam në mafijash me 2 vija kokë po me në dërgirash ka pa millin shumë shpejt po se lo veç me qikaq ty po tik pidore amën pranë ta më knaq shumë det aktorima si Malborota që jeni jash mundet si në Gollkas unë vin muni studio ju prishim iPhone 6 kom shumë della njet po stacionon jam i paqt ecin mes juve ju shpërthaj si kamikaz me 1 kilogram po më nën që jam i knaq prom lek çaj në zora këtë momentani Allah se kemi të pa shkolle po do me shkollu tash ti të më ardhe u më tha mua a i kem bo bash kilën me ashaq prrr ta për me knu kam edhe do tjera i kam normali kam YouTube i kam po kam plot po Çu ke vllashko emrin artistik që shtirrin? Eginio më thirr. Eginio. Po. Ço do të thonë Eginio vllashko? Eginio do më thoni nuf se kur jam kun më i ri, aty që jam kon të dek pivanës skuqe. E jam kon sikur të urin gjallë. Edhe ja kom lënë biçat ysh nuf kën vetet Eginio. Eginio. Po ata shkam me gjithë. Sa vjet i ke vllashko? 28 i kam. 28 vllashko. Ti vash ondra jote për muzikën kallza. Ondra jam për muzikën është me hyp në skenë një ditë, me bu muzikë, edhe mi knosh njerëzit, edhe mi disponu, edhe ondra jam që ajo. Jo me Ginjo mafia, me altia, me shamia, këto janë rrugët e mia. Ak jam, rambi, amër, zamër, nuk po du me ditë, kom respekt për çdo femër. Ditë për ditë, man, s'po ki qit, ditë për ditë, man. Për dashni, vetëm rëpëvas 24 orë, po edhe ndërtimi nuk e lëshoj aden. Atë ka lëndu në hena e famën? Në famën nuk kanë lëndu shumë. Po, e kum pas një famë më arët, kum kalu shumë me tonë Sa po ke kalu me tonë? Kum kalu 2 vjet e gjysmë me tonë. Pse u ndodh vllashko? Po, ndodhem shkaku i xhelozisë. A diskutim një farë xhelozie tani s'ki qysh me përballu atë xhelozinë o ndajtëm, se mu jini një farë vezvesa, aden. Po, edhe asaj jini vezvesa, pa ja menoj ke për mua, menoj që për ato, aden. Edhe tani u dajtëm, shoku i xhelozisë. Që sa ku e ndo? Alla i na do moti që një 4-5 vjeti, ka. Hala o dona? Po ata shi në metët manës, a di shka ku të kalojsh me dikana, atë metët manës, jo me famën mua, pëdën. Po me famën për shumë ku të kalojsh, ajo di shka tjetër. Famën është, aja famën në ka sjallën që tjetë, mësë përkon famën, a shqyqyrë zoti kur mësë la lafë pa famën, pëdën. Sot a ki famën? Sot kam famën, pa mo, jam qysh me thonë, kam për shumë, plati kam TikTok. Foli me to, dal kanë jarë me 1, kanë jarë me 2, kanë jarë me 3. Qysh masë, në varë se qysh jam në trip, a pëdën. Me sa fana kum pas shumë, kum pas famën. Sa fana vllak ke mujt me pas ton jetën tonë kështu? Tonë jetën tami kum pas një 100 valla. 100 famë kum pas. Kalunë domethënë pi shkollës së mesme kanë fjalën e tani. Don Zhoni Suareket sikur s'lerum çfarë. Faleminderit shumë. Respekt për krejt. Kam alo famna, po kum pas se kam e pas se sa me majori kam e pas gjithë. Vllashko çka kishe pas që më thon asoj famës ta ka lëndu zemra. Vallaj asoj famës që kanë lëndu me këshyë që intervistë jam lënduar, ajo unë asha ti të kon, po apet metët mund zama. Tash unë të armën e shoh, pëdin. Po ajo më ka lënduar se tash na shta u martu se s'm ka rënë najt me tonë, pëdin. As me po. Çka kishe pas qef më thon? Vallaj kisha pas qef me këshyë intervistën që më pa rill, apo kupton. Se jo më thon anek ne, po më pa rill, se çka më të thon. Respekt vllazë shidora. Faleminderit shumë. Respekt për ju. Inshallah. Respekt vllazë. Faleminderit shumë. Kala mirë. Ciao ciao. Faleminderit shumë. Mënja thasi Kur po ktheheni? ky vëllave që ka vendues e unë jam mastina godi. Se? Si është hetisën këto? Shumë Çka të penalizon që si kthy deri tash?
Po dej tash si mi kthy se kushtet e servisit janë kanë qenë stabile, tash kemi rregullu alhamdulillah për zotit janë sanat mia kemi bën. Mia janë rrit, kushtet kemi bën, shtëpiat po, sa për me jetu me angë me pi, edhe këtë ja dalëm. A mendon që këtu nashta do të më moj 2-3 puna për me arrik një pak që keni në Gjermani? Këtu kisha thonë çdo njëri që punon, me punu çdo njëri, për shkak janë anëtarët familjes, ja del edhe këtu. Do është besoj që edhe këtu bëhet standardi qysh është atje. Atje çka punon ja, më na me të pyet. E punojnë kushtin. Kuptoj. Është vështirë si punë. E vështirë është puna e rëndë për shembull, po ja dalëm se e kemi zanon tash pi dhe ja pi fëmijërisë si mësuve punu edhe kështu që ja dalëm. Apo më tregoni ju të travazni, për njerëz që një shku jashtë. Një mas Jo, një një. mas një. Hajde që ty po të pës, kur ke shku. Me cilat fjalë u nis edhe mshile deri në shtëpisë. Vallahi atë në atë kohë i kam lënë prindit, në atë kohë i kam pas prindit gjallë, tash i kam lënë në atë botën tjetër në shku. Inshallah, faleminderit, Allah shpëlit. Edhe në atë kohë i kam pas një vajzë kam pas vogël që më dal. Po me vërtet sa ka një mërzi ti për modë, po kushtet të kenë shumë të dëpta në atë kohë, edhe është që ja lejti me shku. Po tash besoj që ja vlen edhe më orë. Na kemi firmën tonë. Nëse merrni përkohësisht, sa e ka pagën çaj punëtor? Orën e kanë pi 15 deri 17. Bukën e kanë për neve, ushqime, ujë, pije, kajti ka. Edhe mi gut si gutemi. Si shef kur je, do të më dha hokin punëtorit, alo pa fshin djersën e bollit, kështu na ka mësuar pejgamberi sa. Por nëse e të shkit punëtorin apo i sjell gazet, nuk kemi pas fitim atë. Punëtorët këshyjnë maksimum mi respektu. Edhe jo mi respektu, po mi konsideru sikur më ko artak me ta. Cili është gabimi që s'ja fal vetës deri më tash? Që i ku morë fëmijën atje i kom qo. A më tregon shefin, a keni shqiptar atje, a e keni gjerman? Shifin e kom këto. I da bash shefa. O, në pas këshat, e pas ke Na lat. ka shkojmë bashkë. A pe pagun mirë? Na kemi firmën tonë, Firmën e ju. edhe na kemi firmën bashkë. Firmën bashkë. Po. Sa punëtor jeni? Na jemi dytë zakonisht non-stop, po morëm edhe her pas here, kështu përkohësisht. Nëse merrni përkohësisht, sa e ka pagën çaj punëtor? Tash më intereson me qenë se ti ka ke Na shqiptar. kemi orë Edhe atje. shef. Orën e kanë pi 15 deri 17. Më tau. Orën po. E Bukën e mjafton kanë, po bukën e kanë për neve, ushqime, ujë, pije, kajti ka. Edhe mi gut si gutemi. Ja u hek shkrejt. Pse mendon pse po i kishin shefat shqiptar atje edhe bizneset? Qëre, më spori do të më nisë nga parimi si shef kur je, do të më dha hokin punëtorit, alo pa fshin djersën e bollit, kështu na ka mësuar pejgamberi sa. Edhe bereqeti është prej punëtorit. Nëse i rrish gati punëtorit, firma ka më shku marë. Por nëse e të shkit punëtorit apo i sjell gazet, nuk kemi pas fitim në atë. Kështu që punëtorët këshyjnë maksimum mi respektu. Edhe jo mi respektu, po mi konsideru sikur